Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'd wa ba'd. Hamdi, adhurimi janë për Zotin xhallashanuhu, atë adhurojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Vllazni, ashtu që shihni lajmëru me lejen e Zotit, do mundohem që t'i shpjegojmë këtë natë hadithin e 6 dhe hadithin e 7. Hadithin e 6 është transmetuar prej Ebu Abdullah an-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhuma, i cili thot e kam dëgjuar të dërguarin e Allahut të ketë thënë. E kam dëgjuar Muhammedin sallallahu alaihi wasallam të ketë thënë, Nu'mani radhiyallahu anhu e kanë dëgjuar këtë tregim nga Muhammedi sallallahu alaihi wasallam kur i ka pas 8 vjeç. Pranohet transmetimi i cili është ndëgjuar në moshë të re, mirë po kërkohet që kur transmetohet fjala e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam të jetë mbi moshën e pubertetit. E njëjta pranohet për një njeriu i cili ka ndëgjuar fjalën nga Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kur ka qenë jo musliman dhe ka transmetuar fjalën e tij pas pranimit islamit. Për arsye që për pranimit të hadithet Muhamedit sallallahu alaihi wasallam janë që njerë me qenë i drejt. E nuk ka mundësi me qenë pa besimtar i drejt për shkak mosbesimit ti. Thët Nu'mani, e kom dëgju Muhammedin sallallahu alaihi wasallam të thonë, vërtet e lejuar halali është e qartë, po ashtu edhe ndaluar harami është e qartë. Ndërmjet tyre qëndrojnë punët e dyshimta që shumë njerëz nuk kanë njohuri rreth tyre. Ai që ruhet nga punët e dyshimta, me këtë veprim ka ruajtur fenë dhe nderin e tij. Ndërsa ai që nuk ruhet nga punët e dyshimta, si rrjedhoi bija dhe në veprat e ndaluara haram. Si shembulli, thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, i një bariu që ruan kopen për rreth vendit kollotës të ndaluar. Ku kopeja mund të ikë dhe të kollosë në të. Ta dini se çdo sundues e cakton kufijën e ndaluar për të tjerët, ndërsa kufije që ka vënë Allahu janë ndalesat haramet e tij. Thot vini re, në trup ndodhet një organ i cili kur është i shëndetshëm, gjithë trupi është i shëndetshëm, e kur sëmurët ai, atëherë i tërë trupi sëmurët, ai organ është zemra, thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, hadith ndërson Imam Buhariu dhe Muslimi. Fjalët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, vërtet e lejuar e halali është i qartë, po ashtu edhe harami është i qartë. Ndërmjet tyre qëndrojnë veprat e dyshimta që shumë njerëz nuk kanë njohuri rreth tyre. Tregojnë për ndarjen e veprave vllazni në 3 grupe. Ky hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam tregon se veprat ndahen në 3 grupe. E para, hyn veprat e lejuara të qarta siç janë. Për ushqimeve, drithrat, frytet, kafshët dhe baktit. Gjithmonë nëse njeriu nuk i ka fitu këtë ushqim me para haram. Mirë, po nëse ka fitu halal, edhe llojet janë halal, i lejohet ngrënia, ushqimi, pija dhe të tjerë. Grupi i dytë, hyn veprat e ndaluara të qarta siç janë. Pirja e alkoolit, ngrënia e ngordhësirave, martesa me individ që Allahu xhaleshanu ka ndaluar atë martesë. I mundu me sjell sa i përket fitimit halal dhe shpenzimit halal. Pasuria e njerëzve, shumica e njerëzimit ose kanë pasunin halal ose kanë haram. Mi po kemi edhe një pjesë të madhe që kanë pasunin e përzime. Do thot, ose është një pjesë e madhe halal dhe një pjesë e vogël haram, ose një pjesë e madhe haram, një pjesë e vogël halal, ose mundet me pas edhe kon në përqindja që është edhe halal dhe haram. Të shpenzimi pasurisë, kemi përsëri llojet e njerëzve që kanë pasurinë halal. Punon punë fizike, punon bujqësi, mirë po e shpenzon të tërën gjithashtu në halal. Dhe kjo kërkohet prej Zotit xhaleshanu, prej besimtarëve të tij. Ose kemi njerëz që e ka edhe pasurinë haram, mirë po edhe shpenzon haram. E kemi llojin e tretë që e fiton pasurinë halal. Punon mjeshtër, punon bujk, punon një punë që është halal. Mirë po e harxhon pasurinë e tij të tërën në haram. E harxhon pasurinë e tij të tërën në haram. Apo e fiton të tërën haram,
sikur plot punë që i kemi në vendin tonë fatkeqësisht, mi pa ka ushqimin halal. E ka qitë fjalë, se e keni ndëgju të gjithë hadithin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, pasi një pjesë e madhe jemi krye familjar. Thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, një njeri udhëtar me flokë të shprishur, me rroba të shkyra, po i ngrit durët dhe po thot, o Zot, o Zot. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam po thot, qysh më përgjigj Allahu këtij personi? Ushqimin, pijen, veshen e ka haram, edhe kur ka qenë fëmijë ushqy me haram. Do thot, ky ka dy fatkeqësi. Fatkeqësia po që edhe prindin të cilën e ka pas, kur ka qenë fëmijë e ka ushqy me haram. Mirë po edhe ky kur u bë zot shtëpie, krye familjar, i rritun, ka vazhdu me ato, do thot me cilën është rritur. Do të fatkeqësi mbi fatkeqësi. Na e kemi surën Kehf që shumica vllaznie mundohen me e praktiku traditën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam me lezu çdo të premte, kur fol për ata jetimat, wa kana abuhuma saliha. Prindi i tyre ka qenë i mirë. Dietar kanë thonë ka mujt me qenë edhe deri te gjyshi i 7. Do të efekti i pozitivitetit edhe efekti i negativitetit transmetohet në gjenerata. Pikë tjetër që e kemi, sidomos gjatë verës, që e kemi afër sajna, kur njerëzit neve naftojnë që të ushqehemi në shtëpiat e tyre. Dhe e dim që pasuria aty është pasuri e përzirë, mes halalit edhe haramit. Ka thonë dietarët, në qoftë se pasuria aty është haram, nuk lejohet më shku me nga ushqimi i tij. Në qoftë se pasuria aty është e përzirë mes halalit edhe haramit, dhe ka dobi me kontaktet e këtij personit me besimtarët, që me shfrytzu takimin, ndejen, jo për pas ushqimin, mirë po edhe me këshillimin, që mundet me ndiku përgjigja e ftesës tonë tek ky person, për këshill që të largohet nga harami, kanë thonë lejohet, bile preferohet me shku për shkak njetit që me qenë këshillues dhe largues nga ai në cilën është. Dhe sa i përket ushqimit që e kthejnë besimtarët, është mirë që gjithmonë të mundohemi kur ti ushqim devotshmit. Vllazni ka efekt madh nëse ti e ushqen një njeri i cili nuk është në rrugën e Zotit. Për efekteve negative që mund më ndodh, është që mundet pasuria jote për shkak që e ki fitu me halal. E ki ble halal, e ki përgatit halal. Mirë po, që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mos ta hanë ushqimin tënd vetëm personi që është e taqi, i devotshëm, mundet që një person me xhelozu, me tramsysh, me shfrytzu pasurinë tonë të cilën është forcu pas ngrënies ushqimit me një haram pe haramave që ai është i adaptuar gjatë jetës së tij. Por nëse është me i thirr në Islam, me i këshillu të afërmit. Për arsye që me të vërtet, shumica familjeve nuk kanë dëgjuar, vazhdojnë mos me ndëgju asnjëherë fjalë këshilluese rreth besimit, rreth Zotit xhaleshon, pastaj rreth Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Do të thotë dikush mund të thonë, nuk ka familje që nuk kanë dëgjuar për Islam. Vllazni, nëse ne jemi të interesuar me ndëgju hoxhallar të ndryshëm, në gjuhën që e njohim edhe në gjuhë të tjera, të cilat na ka dhënë Zoti njohuri për to, dini se ka familje, këto nuk janë as në rand parë, as në rand dytë, as në rand 1.000, as 1 milion. Për arsye që feja nuk është send i rëndësishëm mesin e tyre. Është tmerr i madh, që shtojnë dietar, nuk është fatkeqësi më të madhe në këtë botë, se sa një njeri i cili ka ardhur, ka jetu, ka vdek dhe nuk e dim pse është kriju. Kjo është fatkeqësia vërtet. E ne këto familje, në vendin tonë, me të vërtet kemi shumë. Përpara nuk e kemi ditë sa kemi në mesin e popullit tonë antifetar. E kemi ditë, sistemi komunist e ka botë vetveten. Ne po thojmë ka vdek sistemi komunist para 36 vite për afërsisht. Mirë po, ata të cilët janë ushqynë atë kohë me haram,
dhe vazhdojnë fëmijët e tyre të ushqejnë për asaj pasurie që kanë fitu prindrit apo gjyshët e tyre në haram. Kur e lexojmë komentet e tyre ndaj fesë islame, me të vërtetë janë komente që ne si besimtar, dy gjinit, kemi nevojë të madhe me punu me ta dhe me këshillu. Rasti i fundit me tregu gjendjen e pabesimtarëve dhe mblefin e tyre të mandaj islamit, ishte edhe komentet të cilat janë shkruar dje në faqen e Këshillit Bashkisë Islame të qytetit Gjakovës. Postimi ishte djegja e xhamisë në lagjën Dardani dhe kënaqësia dhe shpreha kënaqësisë madhe nga disa persona për djegjen e asaj xhamie. Kjo tregon për armiqsinë e thellë ngulitur në shpirtat e tyre, për kufrin, mosbesimin e tyre, për luftimin e madh dhe dëshirën e luftimit të madh që në qoftë se do ishte në duart e tyre, nuk do të kishin lënë njeri që thot la ilaha illallah mbi sipërfaqen e tokës, sidomos nga shqiptfalësit. E pra e zerova pak këtë temë, të mundohemi të shfrytëzojmë çdo pushim, çdo sezon që t'i këshillojmë njerëzit në udhëzimin e rrugës së Allahut xhaleshana. Argument për këtë e dim të gjithë, ka qenë traditë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam kur vizitorët e vizitonin Qabën, sidomos në kohët e haxhit, u afronte te fiset e ndryshme arabe dhe i thonte dhe kërkonte nga ta kush më merr mua te populli i tij që t'ja përcjelli risalen, misionin e Zotit xhaleshanu. E ata njerëz vinë, qëndrojnë disa ditë, ka prej tyre të cilët kanë rënë shahadet, ka prej tyre të cilët e falën namazin, ka të cilët janë të përmalluar për ezonin e qyteteve tona, mirë po vazhdojnë me jetu në ato vende, ku lut Zotin xhaleshanu të kthehen të gjithë dhe të vendosen në shtetin ton, që elhamdulillah për Zotit, është shtet me islam, dhe nuk lejohet me emërtu vendin ton shtet i kufrit i mosbesimit, për arsye që shenjat e fesë islame janë të qarta në vendin ton. Dhe një prej shenjave që vazhdon edhe në kohët ku nuk kanë mujt më ndalu është thirrja e azanit 5 herë në ditë. Që është me të vërtetë shenjë që shumicën e botës përpos shteteve islame nuk ndëgjohet. E pra të mundohemi që t'i këshillojmë ata që me të vërtetë pasuria do të më fitu me halal dhe do të më largu nga haramet dhe nga fitimi haram. Grupi i tretë, thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, hyn veprat e dyshimta, që ndodhen mes hapësirës së veprave të lejuara dhe atyre të ndaluara. Pra nuk konsiderohen veprat të lejuara qartësisht e as të ndaluara qartësisht. Për këtë fakt shumë njerëz nuk kanë dieni, por ka prej tyre që dinë. Fjalët e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, ai që ruhet nga veprat e dyshimta, ka ruajtur kështu fen dhe nderin e tij. Ndërsa ai që si pasojë e kryes së veprat e dyshimta përfundon në vepra të ndaluara harame, si shembull i thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, i një bariu që ruan kopen përreth vendit kollotës të ndaluar, e ku kopeja mund të kollos edhe në të. E thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ta dini se çdo sundues e zakton kufijen e ndaluar për të tjerë, ndërsa kufije që ka vënë Allahu janë vepra të ndaluara harame prej tina. Vllazni, prej sendeve dyshimta në vendin tonë, jo sidomos që jetoni gjatë tërë viteve, janë shumë ushqime që ne i blejmë në qytet, duke menduar që janë halal, të importuar nga vendet e kufrit, i dërgojmë në shtëpi, ushqehemi me to, me fëmijët tonë, nga mos kujdesi jo në rast të caktuar. Të gjithë e dini hadithin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ku fol për alkoolin dhe thotë: ajo që de shumica, është ndaluar edhe pakica. Ajo që de shumica, është ndaluar edhe pakica e saj. Fatkeqësisht, në vendin tonë, sidomos disa prodhime që përdoren në raste të caktuara, ndoshta ditore, përmbajnë përqindje të alkoolit dhe një prej prodhimeve që më së tepërti përdoret nga besimtarët dhe jo besimtarët, janë disa kifle të paketume, nuk picaj kemrat, se mund më thonë dikush jo më ngrit aktakuz, që i blenë çdo mëngjes. Edhe kur i këshillon,
kur i këshillon, përgjigjja atyve është jashtëzakonisht logjike, që nuk është ngritur në argument, dhe thojnë, edhe në qoftë se njëri ushqehet me këtë një paket të tërë, nuk dehet. Dhe sipas tina, derisa nuk po dehna, atëherë po lejohet. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam shumë qartë ka thënë, ajo që de shumica. Dietarët e fesë, kur shpjegojshin ajo që de shumica, dhe kur i tregoshin për prodhimet, sidomos në kontinentin e Evropës, të cilat janë të përzira me alkool, thoshin rregull. Polemizoni me ta dhe thuni që kjo alkool i cili është hedhur në çdo ushqime, sidomos në ëmbëlsira. Në qoftë se është vendosur me një gotë, dhe ky person e ke shtëpi, ç'është do të ikon gjendja e tij, sidomos ata të cilët nuk kanë pi kurrë alkool, ndoshta ka mundësi me një lugë çajit mudi. Ndoshta dikush me një lugë mesme, ndoshta me një lugë gjellës. Ne po flasim që përdoren jo me litra, po me tonelata të alkoolit në ushqime. Ne po flasim për fabrika që prodhojnë me miliona prodhime gjatë vitit apo gjatë dekadës. Dhe ato ushqime gjendet në raftat e supermarketeve tona dhe fatkeqësisht gjenden ndoshta në çdo shtëpi të besimtarëve. Një ditë duke bler një prodhim të cilin e kemi bler në botën arabe, dhe atje ka kontroll dhe ka siguri, një shitse tha kërkoj ndjes, kjo tha nuk lejohet për juve. Do kjo është një ngritje vetëdijsimit, do thotë edhe nga shitësit, të cilët me të vërtet dëshirojnë me ndihmu besimtarë në disa çështjeve, do tha kjo nuk lejohet për juve, për arsye që në Kosovë nuk ka kontroll dhe ka sasi të alkoolit. Personat e tjera që jena mundu pas këtij rastit me kontrollu, jemi befasu për të keq që shumë salca që dikush i blen për ushqimin e makaronit, për ushqimin e picave, nga supermarketet e vendit tonë, nuk janë të vendosa në rafte speciale që i kanë vendosur disa supermarkete për mish të derrit, kanë përmbajtje të mishit derrit. Do thotë, kjo është ajo dyshimta, që muslimani dhe muslimani nuk do të më argumentojnë ditën e gjykimit me thonë, o Allah, unë nuk e kam ditë që kam pi alkool, dhe unë nuk kam ditë që jam ushqyer nga mishi i derrit. Mirë po, është obligimi i secilit person, burr apo gru, të jetë i kujdesshëm me atë që e blen dhe me atë që e dërgon në shtëpinë e tij. Fjala që ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ta dini se çdo sundues se cakton kufinë e ndaluar për të tjerët, ndërsa kufijet që ka vënë Allahu janë vepra të ndaluara, haramet prej tij. Fjala më së miri referohet grupit të tretë që ka të bëjë me veprat e dyshimta, për të cilat njeriu duhet të distancohet. Nëse vepron kështu, ai me këtë ruan fen që ka mes tij dhe Allahut, si dhe ruan nderin që ka mes tij dhe njerëzve. Në këtë mënyrë njerëzit nuk do të gjejnë mënyrë për të folur për nderin e tij, por nëse ai tregohet tolerant duke rënë në gjëra të dyshimta, kjo gjë e shpij atë drejt harameve të qarta. I dërguari i Allahut solli shembullin e një bariu që kollot baktin për rreth një vendi të ndaluar. Ata të cilët jetojnë nëpër fshatra, po du me afru, i morin edhe i çojnë baktit, delet, të ora tina. Në qoftë se i afron afër kushis, që ka grur, misër, apo diçka, dhe nëse nuk ka kufi, do një mresh, do një tel, do një gard, që e pengon, çka kanë me bo? Ti e duke i kullot. Në orën tonë, familjes tonë, halalit tënë, mirë po ato kanë me zgjat, do thot, gjuhën e tyre, gojen e tyre, kryt e tyre, trupin e tyre, ose kanë me hi disa metra, edhe desa ti kthen ti kom ju boni dëm. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me të vërtet është një përshkrim shumë i thjeshtë. Se njeriu i cili jeton afër haramit, afër, edhe kajherë ka vetë besim të madh, se unë nuk kam mundësi me ran haram, për shkak që jam namazdi, për shkak që unë agjeroj, për shkak që i kam frikën Zotit xhaleshano. Vllazni, me kalimin e kohës, ato të cilët ki po haram, ka më të bëhet dyshimt. Dërsa ato që ki po dyshim, ka më të bëhet halal. Ndoshta ato që ki po halal, për shkak përzierjes situatës,
komunisë më të po në mendjen tonë dhe haram. Pse? Si vetën tonë e ki vendosë me një pozit që me kalimin e kohës këron e një gjendje që me të vërtet nuk ki me mujt me i dalu halal dhe të haramet dhe të dyshimtat. Qëllimi i kofijet është ajo që vendosin sundusit apo të tjerët për të ruajtur tokat pjellore dhe për të ndaluar të tjerët që t'u afrohen. Prandaj që kullot baktin afër tyre, pritet që baktia të kalos aty. Të kollos aty, e në këtë mënyrë të qej vetën drejt në dëshkimit. Pse ta të qej vetën drejt në dëshkimit? Lasni, qatë qumë që kanë me e prodhu, që të kafë, qatë mirë që kanë me prodhu. Dhe kemë folëm të pasuria me hershme, që kemi pasuri halal, pasuri haram, pasuri të përzime. Dhe të cekëm hadin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që ka thonë qysh mi përgjith Zotit Gjeleshanu këti njëri kur urshy i fëmijë haram, dhe ka vazhdon me urshy haram. E ne, po të cekë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, për kafshët, ma bëni halal në cilën kohë, një kohë ku ka pas toka sa të shohin syt. E si të mos kohën tonë, që tokat jenë mirëmet me ka 10 are, 15 are, 20 are, 30 are. E nëse njeriu e dërgon fëmijën e tina, vajzën e tina, apo tash që ndalë mjetet, po mundohen sa do me të bohen për njerëzit që nuk e qajnë fare kokën. Harami nuk është me hangën i bjesht të hudit, mi po harami është pika kajher e bohet maj mas si bjeshka. Thët pejgamberi sasem, kur e që ndorë nga gjaja dëshime, plotësojmë devotshmërinë. Në këtë rast është dhënë palerim që njeriu të shmangën ndalesave haramit dhe të krijojë një pengesë mes vetes dhe haramit. Ebu Derdaja, radiallahu anhu, e ka një këshill dhe thëtë, devotshmëria plotësohet kur njeriu i friksohet Zotit deri aty sa ruhet edhe nga gjërat më të vogla. Kështu për të krijuar një mbrojtje midis vetes dhe haramit, ai është i gatshëm të shmangë nga disa gjëra që i konsideron si të lejuara. E gjithë kjo nga frika se mund të jenë të ndaluara. Hasan el-Basri thot, devotshmëria do të vazhdojë të ndikojë te njerëzit e devotshëm. Sa që do t'i shtyjë të heqë dorë nga shumë gjëra të lejuara, vetëm për të qëndruar larg gjërave të ndaluara. Kurse Sufjan el-Thauri bën këtë shpjegim. Janë quajtur të devotshëm nga që ruhen nga disa gjëra prej të cilave nuk duhet të ruhesh. Ruhen nga disa gjëra nga të cilat nuk duhet të ruhesh. Mirë, nga kujdesi i madh e kanë marrë këtë epitet, këtë devotshmëri, se ruhen jo vetëm prej të ndaluara, jo edhe vetëm dyshimta, mirë po edhe gjërave të lejuara që ka mundësi me kalimin e kohët që shtojnë dietarët e fesë islame. Djalli mallkum sa dyr ja qel birit Ademit të mira për me arritën e gjëna. Ka thonë ja qel 99 dyr të mira sevapit me arrit detën e gjëna. Nuk gutët. Ka thonë lem dhe ndi gjykimit. Aj konge. Ka komunitetin, prej lindjes, për cjelës 24 orë, deri në momentit kur del shpirtin nga trupi njeriu. Nuk gutët. Ti qelë 1 derë, 2 derë, 3 derë, për më arrit deri ku aj e ka nisë misionin e tina. Ibn Umer radiallahu anhu ka thënë, me pëlqen të vendos një perde të halalit mes vete dhe haramit. Këtë perde thët nuk e ngri sikur. Sufjan ibn Uyeyne ka thonë, robi nuk e arrin vërtetësinë e imanit, përderisa nuk vendos një mburoj prej halalit midis vetes dhe haramit, si dhe përderisa nuk heq dorë nga mëkatet dhe gjërat e dyshimta. Fjalët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam vini re, në trup ndodhet një organ, i cili kur është i shëndetshëm i tërë trupi nuk sëmurët. E kur nuk është i shëndetshëm, atëherë i tërë trupi sëmurët, ai organ është zemra. Termi mudga i përmendur në hadith përkthehet një copës mishin në masinë e kafshatës që mund ta përtyp njeriu. Këtu vret rëndësia madhe e zemrës për trupin, duke konsideruar organin kryesor për nga rëndësia dhe se trupi përmirësohet me përmirësimin e saj dhe përkeqësohet me përkeqësimin e saj. Imam Ibn Qayyimi, kur e përshkruan zemrën, e përshkruan një përshkrim që më të vërtet, thotë kur njeriu bën mëkat, vendoses në zemrën e tij një pikë zezë. Vazhdojnë mëkatet duke shtuar në zemrën e njeriu derisa bëhet zemra e përmbysur. Sado që ti hedhësh ti ujë apo ushqim mbi të,
nuk ka ku me u vendos për arsye se është të përmusur. Kështu është zemra e njeriut. Pra Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kur ka folë për zemrën, e ka përsërit 3 herë, vini re. Pse? Për arsye që zemra, nëse njeriu i mbyllet, nuk ka mundësi kush t'ja drejton. Dhe ç'është mbyllet zemra? Mbyllet me gjinohe. Gjinohet janë të prekshme, që janë pija e alkoolit, prishja moralit, janë edhe dyshimet që njeriu e ngarkon veten e tina gjatë jetës tina. Imam në fjalën e profetit Muhamedi sallallahu alaihi wasallam thotë, ndërsa ai që bie në veprë të ndryshme si rrëdhoi bie edhe në vepra të ndaluara, thotë kuptojmë 2 gjëra. Besimtari bie në haram duke menduar se vepra nuk është haram. Besimtari është i afruar shumë haramit me qëllim për të rënë në haram. Ju ka afruar shumë haramit me qëllim për të rënë në haram. Ashtu sikur është thënë me katet shpijen drejt kufrit. Kjo për faktin që nefsi kur bie prej e një mikati fillon të përshkallëzohet nga një e keqe, drejt një tjetër akoma më të madhe se para. Është thënë, këtë shen Allah ne ka treguar duke e thënë. Thotë Allah xhashon në surën Al Imran ajeti që në ndumajt. Kjo është për shkak se mohuan shpallit e tij dhe pa kurfar të drejtë i vrisnin profetet. Kjo është për shkak se ata nuk u bindën dhe i kaluan kufit në të këqija. Në këtë ajet Allah tregon se mëkatet i shpijin njerëzit në vrasjen e profetëve. Dërsa një hadith tjetër profeti thotë Allahu mallkoft atë vjedhës që vjedh një vezë dhe i pritet dora. Gjithashtu vjedh një litar dhe i pritet dora. Qëllimi i hadithit Allahi e mallkoft atë vjedhës. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë që jo që lejohet me apret dikuj dore në qoftë se ka vjedh një vezë. Mirë po vjedhja i bëhet shprehi. Fillon, sidomos në Kosovë, i pyes disa njerëz që i njoh në për supermarketa, i thon çka vjedhin njerëzit. Tregon shtresat fillojnë me sakesa, fillojnë me një çokoladë vogël, përfundojnë do të me vjedhje sa më të larta. Kush vjedh më shumë? 2 gjinit. A ka të më shumë vjedhin? Unë bindjen e kom se qëta persona, edhe kur kanë qenë të vegjël, nuk kanë pas edukat mjaftueshëm, mirë po kanë vjedh, që thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, atë vjedhës që vjedh një vezë dhe i pritet dora. Për arsye që ju ka bërë traditë shprehi jetësore me vazhdu në vjedhje. Pra këto zemra, në qoftë se arrin të pasuria e shoqërisë, ata nuk mëshirojnë. Për arsye që e kanë bërë traditë marrjen e asoj e cila nuk i takon. Përfitimet nga në qëndërim ka ditë janë shumë, sqarimi i ndarjeve të gjera në legislacionin islam në të lejuara, të ndaluara dhe të dyshimta, të cilat varojnë mes 2 të para. Të dyshimtat nuk i dinë shumë njerëz, edhe pse të tjerë i dinë ato bashkangjitur me argumente përkatëse. Nuk do t'i afrohemi të dyshimit derisa të na bëhet të qartë se është e lejuar. Dhënia shembull për të kupuar kuptimet figurative duke krahasuar me gjëra reale. Kur njeriu bie në gjatë të dyshimit të bëhet mjaft e lehtë të praktikojë të ndaluara që janë të qarta. Në hadith shihet vendi i rëndësishëm që zemra dhe së gjymtyrët e ndjekin atë. Ato përmirësohen me përmirësimin e saj dhe prishen me prishen e saj. Shturja e pamjes jashtme është argument për shturjen e gjendjes së brendshme. Distancimi nga të dyshimtat e ruan fenë e njerëzit nga mangësitë, si dhe nderin e tij nga turpet dhe sharjet. Lusim Zotin xhaleshon që të na bëj për atyre të cilët më të vërtet punojnë me halal, largohen nga harami edhe largohen edhe më shumë nga gjërat e dyshimta. Vllazni, po du më shtu për fund. Muslimonin është shumë vështirë me shtim me bëni haram së është i qartë. Mi po shumë lehtë është me bë muslimonin një vepër që ka në mendin e tij dyshimt. Ne më shumë pyetemi për gjëra dyshimta ditore, javore, mujore, vjetore, që i bojnë musliman nga përzirja në mendin e tij që është halal apo është haram. Për pyetjeve që me të vërtet ku don Zoti, duke përgatitur sot, kërkojnë njëri një përgjigje për shkak se kishin bën një punë apo kishin filluar me bën një punë që nuk lejohet me bën muslimani dhe muslimani atë punë. Tash, ke pyet momentin
që jem duke përgatit me mojt në ligjërat për m'ja shpjegu vllaznive këtë temë. Vllazni është një temë shumë rëndësishme, që ka nevojë në vendin tonë më kuptu një herë për gjithmonë. Allahu xhaleshon ka thonë bashkëpunonin punë të mira në devotshmëri dhe mos bashkëpunonin punë të këqija në armiqësi. Lejohet muslimanit dhe muslimanit tregtia të përgjithshme me bë me pabesimtarët. Mirë po kur ajo tregti ka të bëjë direkt me fenë e tyre, me ndimin në fenë e tyre, me ndikimin në fenë e tyre, me çështje që kanë të bëjnë me fenë e tyre, në vend adhurimet e tyre, në mërmetimin e tyre, në ndërtimin e vend adhurimeve të tyre. Këtu nuk është tregtia lejuar që dikush po ja lejon vetvetes, më thon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka bërë tregti me ehlul kitabin, me pasuesit e librit. Është për krimi më të madh që njeriu e akuzon Muhamedit sallallahu alajhi wasallam për ndihmë pa besimtarëve në kufrin, mosbesimin e tyre. Kur dikush kërkon pe vllaznive që ka zanate, ta bën një vepër brenda vend adhurime ku fyhet dhe shahet Allahu xhaleshon, aty nuk e lejohet. Edhe nëse fitimi i kalon çdo kufi. Mirëmbajtja e vend adhurimeve pa feve, që do të fyhet dhe shahet Allahu xhaleshon feja islame dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, nuk lejohet muslimanit dhe nuk lejohet muslimanes. Ka dallim tregtia që ka leju i madhi Zot dhe ka dallim ndihma në vendin e adhurimit për fyrjen në çmimin e Zotit xhaleshano. E çto muslimanët vendin tonë, sidomos ata që Zoti i ka dhënë fabrika ndërtimit apo fuqi punëtore që kanë firma të ndryshme, i shet të punu në ndërtimin dhe rindërtimin e vend adhurimeve të kufrit me kënaqësinë më të madhe. Për arsye që kanë fitim më të madh. Fitim është i kësaj dynjaje. Çka do i thonë Allahu xhaleshano? Kur ka qenë ndihmetar të përhapjes të kufrit në vendin tonë.